Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Sërish nesër në orën 12 do të mblidhen deputetët e Kuvendit të Kosovës për tentimin e tretë të konstituimit të legjislaturës së nëntë. Dje sipas kryesuesit Avni Dehari edhe pas takimit të partive politike nuk pati konsensus, andaj seanca u ndërprej. Ndërkohë opozita vazhdon t'ia kërkojë Albin Kurtit dhe kabinetit të tij aktin e dorëheqjes para se ta marrin mandatin e deputetit, ndërkaq partia që ka marrë numrin më të madh të votave po e konsideron dorëheqjen të pakuptimtë. E në kohën kur të mbahet seanca e Kuvendit, grupi Asnjë Cent më shumë ka paralajmëruar se do të mbajë protestë për ta kundërshtuar ngritjen e çmimit të energjisë elektrike me 16.1%. Besnik Shabiu nga ky grup tha se do të bëjnë thirrje deputetëve që në momentin e konstituimit të Kuvendit t'i thërrasin për raportim zyrtarët e ZRE-s. Ashtu siç e kemi paralajmëruar, nesër do të jetë protesta e radhës, e cila do të fillojë nga ora 12. Zoni qytetarëve është mirë që mos më ndalë në asnjë moment, e kemi shumë të rëndësishme që ta vazhdojmë aktivitetin së bashku, sepse vetëm bashk do të tregojmë që me të vërtet qëllimi është i qartë, ashtu siç e kemi nisë, ashtu edhe duhet me përfundu. Nesër të njëjtën kohë ka qëlluar që do të jetë edhe seanca, domethënë konstituive, e cila po dështon tash disa herë. Natyrisht prej këtij sheshi do t'i bëjmë thirrje gjithë deputetëve të Republikës Kosovës që ta shtyjmë përpara këtë proces, në momentin e parë që të konstituohet Kuvendi, thirret më njëherë në Komisionin për Energji, thirret më njëherë për raportim zyra rregullatorit për energji dhe sa më parë ky vendim të pezullohet. Në ditën e dëshmorëve të UÇK-s të komunës së Prishtinës, presidentja e vendit ka vendosur kuror lulesh në nderim të tyre në varrezat në Velani. Presidentja theksoi se me përulësi dhe respekt të thellë kujton kontributin e secilit dëshmor që ra për të parë Kosovën të lirë, të pavarur dhe demokratike. Sipas saj, dëshmorët janë themeli i lirisë sonë. Kujtimi për ta nuk është vetëm nderim, por zotim se do të punojmë çdo ditë për një shtet të drejtë, të barabartë dhe dinjitoz, ashtu siç e ndërruan ata, thuhet në njoftimin e zyrës për informim të presidencës. Në shënim të ditës së dëshmorëve të Prishtinës dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti me bashkëpunëtor bën homazhe te kompleksi i varrezave të dëshmorëve në Velani dhe të shtatorja e herojt Zahir Pajaziti, ku vendosi kuror me lule. Kryeministri Kurti tha se në këtë ditë i kujtojnë dëshmorët e kombit të kryeqytetit, të cilët dhanë jetën e tyre për lirinë e popullit dhe për çlirimin e vendit. Sipas tij sot kujtojmë 27 dëshmorët dhe 16 martirët të vrarë në fshatin Marec dhe 115 civilët e vrarë në Makoc në masakrën më të madhe në komunën e Prishtinës, njofton zyra e kryeministrit. Pas homazheve, kryeministri Kurti dhe anëtar tjerë të kabinetit dhuruan gjak në kuadër të aksionit për dhurim të gjakut në sheshin Zahir Pajaziti. Ndërkohë në shënim të ditës së dëshmorëve të Prishtinës, komuna në bashkëpunim me organizatat e dala nga lufta kanë organizuar aktivitete përkujtimore për të ndëruar jetën dhe veprën e dëshmorëve dhe të heronjëve të kombit. 18 prilli, dita ku edhe i nderojmë dëshmorët, sidomos ata të rrethit të Prishtinës, të Gollakut. Jam këtu edhe me komandant të Remin dhe me shokët e tij, me luftarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që kemi ardhur së bashku dhe vijmë çdo herë pra në këtë ditë për me nderu sakrificën e dëshmorëve, heronjve tonë, njerëzve të mëdhej, familjeve po ashtu, që na e kanë mundësuar që sot ta gëzojmë lirinë, ta gëzojmë demokracinë dhe të jemi në një fazë ku edhe planifikojmë për zhvillimin e të ardhmes të vendit tonë, të ardhmes të popullit tonë, të ardhmes të shtetit tonë. Sot është ditë e madhe për Prishtinën, është ditë e dëshmorëve të komunës Prishtinës, dhe unë vetëm kisha mbiruar gjithë qytetarët, gjithë familjet e dëshmorëve, gjithë ushtarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe qytetarët në përgjithësi. Këtë ditë është ditë ku porënditen shumë aktivitete nga komuna e Prishtinës, por edhe nga veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe nga gjithë së bashku. Po i nderojmë me ato mundësi që i kemi dhe do të nderojmë gjatë kohë. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka pritur në takim Vasfije Krasniqin, të cilën e quajti simbol të forcës dhe guximit që ngriti zërin për shumë gra të tjera që ende presin drejtësi. Rama thot se prezenca e saj është rikujtim se plagët e luftës nuk shërohen pa të vërtetën dhe drejtësinë. Me historinë dhe qëndresën e saj, Vasfija na fton që mos të harrojmë por të kujtojmë jo vetëm të kaluarën, por të ardhmen që ndërtojmë bashkë, ka shkruar kreu i kryeqytetit. Rama thot se drejtësia dhe njohja e këtyre krimeve janë detyre përhershme e njerëzimit.
Sot shënohet edhe dita ndërkombëtare e monumenteve. 18 prilli përfaqëson një mundësi për të mbrojtur dhe festuar së bashku trashëgimin kulturore. E lidhur me këtë ditë, arkeologu Shafi Gashi ka folur për rëndësinë e qytetit të Prizrenit dhe trashëgimin kulturore që ky qytet bart në vete. Qyteti Prizrenit është një ndër qytetet kryesore në Republikën e Kosovës që vizitohet më së shumti nga turistët vendorë dhe ndërkombëtar, gjithsesi turistët rajonal. Dhe është një qytet muze, kisha me thonë, për vetë faktin që ka shumë monumente, duke u nisur nga emblema e qytetit që është lidhja shqiptare e Prizrenit, pastaj kalaja e Prizrenit dhe shumë monumente të tjera që dita më ditës po futen në mbrojtje, po konservohen, po restaurohen dhe shpresojmë që ky trend të vazhdojë. Zyrtarët e komunës së Prishtinës ka njoftuar se nga nesër deri më 27 prill do të ketë kufizim të qarkullimit në rrugën Agim Ramadani. Njëri segment i kësaj rruge do të mbyllet për shkak të punimeve rehabilituese që janë të domosdoshme pas dëmtimeve të shkaktuara nga automjete me peshë të rëndë, thuhet në njoftimin e komunës. Ditët e javës do të punohet gjatë natës, ndërkaq në vikend gjatë gjithë ditës. Gjatë kohës së punimeve pritën vështirësi në qarkullim në këtë segment rrugor, andaj nga komuna rekomandojnë përdorimin e rrugëve alternative. Ushtria amerikane thot se ka shkatërruar një terminal karburanti në Yemen gjatë sulmeve të fundit kundër Houthis. Sipas Houthis, të paktën 38 persona u vranë gjatë sulmet. Ushtria amerikane ka thënë se qëllimi i sulmit në portin Rasisa të detit të Kuq ishte kufizimi i furnizimeve dhe fondeve por lëvizje në mbështetur nga Irani. Sipas Houthis, të paktën 38 njerëz u vranë gjatë sulmit. Sulmi i Saintës vjen pasi ushtria amerikane shtoi sulmet e saj ndaj Houthis një muaj më parë. Zyrtarët amerikanë nuk ju përgjigjen më njëherë një kërkesë për koment mbi numrin e të vdekurve të ofruar nga mediat Houthi, njoftoi agjencia e lajmeve Reuters. Rebelët Houthi të mbështetur nga Irani filluan të sulmojnë anije tregtare në detin e Kuq dhe xhirin e Adenit pas fillimit të luftës Izrael-Gaza në tetor 2023. Sulmet kanë fundosur anije dhe kanë detyruar shumë kompani të anijeve të ndalojnë përdorimin e detit të Kuq, një rrugë kryesore tregtare globale, përmes së cilës kalon pothuajse 15% e tregtisë në det. Në muajin e fundit, SHBA ka shtuar sulmet e saj ndaj objektivave Houthi në Yemen, përfshirë një operacion që u zbulua në një bisedë në Signal, kur një gazetar i ushtua pa dashje një grupi zyrtarësh të lartë. Qeveria e Ukrainës ka njoftuar në shkrimin e planit të një marrëveshje mineralesh midis vendit të shkatruar nga lufta dhe SHBA-s. Ministri i Ekonomisë Julia Sfiridenko tha se memorandumi i qëllimit hapi rrugën për atë që ajo e quajti një marrëveshje partneriteti ekonomik. Ajo tha se një marrëveshje përfundimtare do të përfshinte gjithashtu një fond investimi për rindërtimin e Ukrainës. Zyrtarët amerikanë shprehen shpresën se një marrëveshje mund të përfundojë deri në fund të javës së ardhshme. Përplasja publike e Donald Trump me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelenski në shtëpinë e bardhë në shkurt i kishte quar përkohësisht negociatat e jashtë-kursit. Sfiridenko njoftoi në shkrimin e memorandumit në X, por nuk dha detaje të mëtejshme. Postimi i saj përfshinte foto të saj dhe sekretarit të thesarit të SHBA-s Scott Bessent duke nënshkruar veçmas. Në shkrimi u krye gjatë një telefonate në internet me Bessent, i cili tha se detajet e marrëveshjes ishin ende duke u përpunuar. Trump la të kuptohet gjithashtu për marrëveshjen gjatë një konferencë për shtyp me udhëhecën italiane Giorgia Meloni. Shtëpia e bardhë nuk ju përgjigj një kërkesë për detaje të mëtejshme mbi kohën dhe përmbajtjen e marrëveshjes, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Masa është një hap drejt një marrëveshje që do t'i lejonte SHBA-s qasjen e mineralet kritike të Ukrainës, si dhe në naftë dhe gaz. Raportet e mëparshme treguan. Shikues të nderuar, këtu e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, ndërkaq do të lidhemi tani